Jashtëzakonshme ka dhënë edhe lideri juaj. Zoti Krasniqi bile propozoi 15 qershor, me sras u pajtu nga vetëvendosja, cilat janë gjatat për me shkuën zgjedhje. Po për me shkuën zgjedhje na vini prap një kryetar kuvendi. Na vjen një marrëveshje politike. Prap na vjen një kryetar kuvendi. Por me shkuën zgjedhje, mas pari zgjedhjet nuk konvenojnë askujt. Besoj që qytetari i Kosovës është lodhur me zgjedhjet shpesh, ai kemi edhe zgjedhjet lokale pastaj dikun nëse s'gabojnë në tetor. Presidenti ajo avnë kaluar ka mujt me përcaktu, por nuk e përcaktoi. Veç jemi hyrë në atë fazën kur presidenti atash mund të thrasë liderat politik dhe të caktohet data e zgjedhjeve, konsultohet për datën e zgjedhjeve. Mendoj që Partia Demokratike është e gatshme sa të shkojmë në zgjedhje. Kryetari jon ka dhënë një datë, si propozojmë 15 qershorin, besoj që është data shumë e mirë që të shkojmë në zgjedhje. Pra po them, nuk është interesin askujt, e as qytetarit të Kosovës shkojnë në zgjedhje, mirë por nëse nuk është bllokim, pse jo shkojmë në zgjedhje, motemi dhe prap. A ka ndonjë sondazh, se zakonisht bën matje. Sondazhe ka, e di që jemi në rritje, e di që partitë tjera kanë një rrëmje të dukshme, mirë po me numra konkret besoj që... Domthonjë, sondazhi i fundit që ka të bëjë për pas përfundimit zgjedhjeve kanë rrëmje partitë përveç PD-s. Përveç se cila ka rritje dhe besoj që këto sondazhe janë një ora për zgjedhjes që vetëm Partia Demokratike e Kosovës ka rritje pas zgjedhjeve që don të shkojnë. Zoti Çale, po kthehemi te çështja e sigurisë. Po para se më kthej ajo, po kthehemi te rritja e rrymës. 16% për këtu, ose do murvershin veri, kjo rritje nuk vlen për serbët që jetojnë veri. Është fatkeqësi e madhe që ZRE-ja, si institucion shumë i rëndësishëm, i cila duhet të jep llogari Kuvendit të Kosovës, tenton që nëpërmjet atyre shkresave dhe shpjegimeve që jep mediave të kamuflojë në një farë mënyrë edhe të qetë mjegull në këtë vendim. Mendoj që vendimi për shtetim e rrymës ka qenë një vendim i gabuar, një vendim që do ta rrez barrën qytetare, do ta varfënojë qytetarin e Kosovës, qytetarin shqiptar të Kosovës, të korrigjohem, për shkak se tashmë po e dim që kjo nuk vlen për pjesën veriore të vendit dhe kjo është pastaj mendoj një shkelje kushtetuese, për shkak se me kushtetut Kosovës, gjithë qytetarët e Kosovës janë të barabartë, të mirë dhe të keq. Dhe si ka mundësi që një vendim që merr një institucion e Republikës Kosovës të vlejë për një pjesë të vendit dhe një pjesë të vendit jo. Nuk ka bazë, asnjë spjegim nuk ka bazë. Dhe as shpjegimi që elektroserveri, çka është ai furnizues apo transmetues i energjisë, nuk ka kërkuar që të rritet rryma. Kush është elektroserveri? Nëse ka marrë vendim që vendimin e kundërshtoj është vendim i gabuar, po nëse ka marrë vendim ZRE-ja për shtetimin e rrymës, duhet vlejë për gjithë shtetësit e Kosovës dhe për gjithë territorin e Kosovës. Zoti Çajlaj, përpara se më kthej te kjo, komentu para disa ditëve ty di që qenë ish drejtori i policisë, kush vendosë e pa ma dalin kryeministrit që ishte me antiplum, me krejt ato, u komentu shumë siguria, u komentu si po ka presion, është i kërcënuar kryeministri. Në këto masa, kush i siguron? Është kërkesë e kryeministrit apo besim se u komentu shumë si fotografi? Po, është komentu. E kum po. Në fakt, policia i ka procedura standarde, mbrojtja afërt i ka procedura standarde, dhe duke analizuar edhe situatën e sigurisë. Mos harrojmë që ekziston njësi në kuadër policisë Kosovës, e cilat në vazhdimsi bën vlerësimin e rrezikut për individ, për persona të rëndësishëm, këtë rast edhe për kryeministrin, dhe pastaj duke u bazuar në këto vlerësime të rrezikut, edhe mbrojtja afërt shpesh herë ngrit masat e sigurisë, shpesh herë edhe me numër, edhe me pajisje, edhe me të gjitha. Më mendoj që është një procedurë standard dhe sa i përket asaj çështje, për mua është normale dhe s'kam ndonjë koment tjetër. Ne duhet të... U kthy PR politik, që po kërcënohet kryeministri. Po tonë tash jam politik dhe mund të them çka do. Po të vdek. Këtë rast po e referohem procedurave standarde që ka policia e Kosovës dhe çështjet profesionale që kanë policët e mbrojtjes të afërt. Është diçka tjetër çështja e atyre masave në brenda objekteve të shtetit, në këtë rast në kuvend absolutisht nuk është e arsyeshme as e nevojshme, ndërsa gjatë lëvizjes dhe kudo në Kosovë mendoj që janë masa që pra po them ata i marrin duke vlerësuar në vlerësimin e rrezikut nga njësitë profesionale që janë brenda policisë. Zoti Çajlaj, nuk edhe pse për publikun, për qytetarin, për media duket e vrasht, duket diçka jo normale, mirë po prap ja lë policisë për vlerësimet e tyre. A mund përdorën situata të tilla, apo përdor këtë situatë të tillë si presion politik? Po, nuk po dua të them. Pra, po them, kur jam në raport me policinë e Kosovës, jam shumë i kujdesshëm, pavarësisht që fizikisht nuk jam pjesë e saj, dhe nuk isha dashur. Absolutisht nuk as që dëshiroj të mendoj që të lidhet diçka policia me politikë, s'kisha dashur të them. Ata, djemë dhe vajza që punojnë aty, e kanë për detyrë të ruajnë. Këtë rast kryeministrin
apo tash deputetin Albin Kurti, ndërsa kanë po ashtu kushdo që vije kryeministri nesër, pas nesër është detyrë njëjtë dhe mos harrojmë, ne kur kam qenë unë, e din që jemi akuzuar shumë, kur kemi mbrojt institucionet nga lëvizjeve të vendosja, nga kollja, nga taburet, po policët edhe atëherë, edhe sot, edhe nesër kanë të njëjtën detyrë. Definitivisht. Dhe do të jemi të kujdesshëm. Andaj vazhdojmë si institucioni më besueshëm e respektueshëm në Kosovë. Zoti Çale, kemi edhe 8 minuta, po du më nalte njëra prej ngjarjeve e cila e ka trondit Kosovën. Ka të bëjë me vrasjen e rështetit Likaj në Kaçanik. Si keni parë rastin tragjik ndodhin, krejt ato që apo vlitet deri më tani, hetimet ka po shkojnë qëndrimet publike të policisë edhe të tuzve, një të kohë dhe prokurorisë. Cili është komenti së pari si ngjarje? Po unë spori e kam njohur rështetin e ndjerë, Muhamet Liga, një njeri i shkelqyshëm, një polici i shkelqyshëm, një ushtrar i ushtrisë shqiptare të Kosovës që me pushë dorë ka kontribuar për lirinë e vendit dhe pastaj ka veshur uniformën e policisë që ta ruaj këtë liri nga kriminalet. Dhe duke njohur si me të vërtet një polic shembullor, s'kam hasur ende dikën të flas keq për të, absolutisht askënd. Mendoj që vrasisit, me qenë se tash nga kërkesa e prokurorisë për paraburgim është po që ka qenë një